Se ne e kemi tradit, e suneti e ka tradit, çdo çështje fillimisht e shikojmë Kur'anin. Po. Kjo është burimi janë numër 1. Tani kthehemi te suneti për mesela, numër 2. Tani shikojmë sahabët që kanë thonë, gjërat e para, tani shikojmë ulemat e mëdhëve që kanë thonë, kush ne ndërtimi dinin thonë. Po, kjo kështu është Islami, jo sikur do çka kanë dalë në TikTok veç Kur'an thënë. Veç Kur'an. Kjo është gabim, më thonë. Pa atyre, s'ka është. S'ka, më thonë, kjo është çështje ata çka thonë, e përmendën fillim as-sala. Ata marrin thonë në Kur'an është përmend namazi. Është më 5 herë, ka thonë kush ne 5 herë ditë po lutmi. S'ka nevojë me bëu ruku, se kush ku në Kur'an. I themi, nuk shumë ndoshta në Kur'an detaj namaz, po kemi në sunet. Po, dhe. Sunet është përshku komplet detaje si falet namazi. Ti nëse shkut më thonë Kur'anin për sunetit, ti shumë gjërat ka me tik për Islamit. E vërtet. Se ki libër nuk ka zbrit pa pejgamber. Pse Allah mos që pas nevojë për sunet, atë siç dash më ia çu pejgamberi selam Kur'anin. Më zbrit. Më ia çu belon që dikuni mesin e njerëzve Kur'anin, marrë se me laçë Xhibrili me lon Kur'anin dikuni në xhami dhe me hec. Po. Pa e ka çu Allahu Kur'anin, më thonë në mesin e njerëzve, në një njerëz që është njerëz, Muhamedi sa është pejgamber, po është edhe njerëz në kohë. Ai ka hon, ka pi, ka flet, është martu, ose smu, si këtë njerëz të tjerë. Me qenë shembull për neve. Me pa në çka i bën namazin Kur'an, që duhet më fal. Po kjo është, po asi neve shumë na intereson suneti për me sa më ka thonë për namazin. Edhe kjo është burimi jon, një ndër burimet e sunetit.